konsideroj se mbyllja që ka ndodhur dikur në Këshillin Prokuror të Kosovës nuk i ka bën derë as pak punës së Këshillit Prokuror të Kosovës. Unë me ardhen time në Këshillin Prokuror të Kosovës qysh në fillim gjithmonë kam qenë pro hapjes, sepse po marr një shembull konkret. Në kohën kur kemi nxjerr rregulloren për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit, do të thotë për zgjedhjen e anëtarëve prokuror të Këshillit Prokuror të Kosovës, unë kam zhvilluar një proces krejtësisht transparent, ku kam ftuar shoqërinë civile, kam ftuar partnerët ndërkombëtar dhe gjithë kjo është bërë në mënyrë publike. Pastaj ishte pikërisht shoqëria civile, ishin pikërisht partnerët ndërkombëtar që mbrojtën me qëndrimet e tyre një rregullore të tillë. Edhe vetë procesi i zgjedhjes së anëtarit që diskutuam pak më parë nga radhat e prokurorëve ishte krejtësisht transparent sepse ishte bërë live në emision dhe natyrisht që ishin pikërisht pastaj partnerët ndërkombëtar, shoqëria civile që dhanë lavdata të shumta që procesi ishte transparent. Prandaj nuk konsideroj që transparenca i bën dëm një sistemi, as më pak sistemit prokurorial. Ne duhet të jemi të hapur, duhet ta thellojmë bashkëpunimin edhe në raport me shoqërinë civile, në raport me mediat. Si do ta bëni këtë? Këtë do ta bëjmë që çdo aktivitet i Këshillit, jo vetëm do të thotë mbledhjet që mbahen të rregullat të Këshillit Prokurorial, po gjithë aktivitetet e Këshillit unë i ftoj mediat, i ftoj të gjithë organizatat që monitorojnë nga afër punën e sistemit prokurorial, Këshillit Prokurorial, që ti monitorojnë nga afër të gjitha këto aktivitete, duke filluar nga aktivitetet për rekrutimin, aktivitetet e avancimit dhe çdo aktivitet tjetër që ka të bëjë me nxjerrjen e rregulloreve, akteve tjera, pra normative, konsideroj si të domosdoshëm kontributin e gjithë këtyre, sepse nëse ne mbyllemi, shpeshherë publiku nuk e din, do të thotë atë që ne punojmë brenda dhe ajo ka nevojë që të plasohet në publik. Për më tepër mbyllja nuk i bën mirë askujt. Mund t'i bëj dëm, po mirë nuk i bën askujt. Hapja nga ana tjetër mund të sjellë kritika, por ato kritika na ndihmojmë që dhe ne të përmirësohemi, do të thotë nga brenda, se jo gjithmonë ne e shohim të gjithë punën që bëjmë brenda, mund të kemi vlerësim edhe subjektiv, e gjithmonë vlerësimi objektiv vjen nga jashtë dhe natyrisht që ato vërejtje na bëjnë mirë që të përmirësohemi në punën tonë në të ardhmen kuadër të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pra do të ketë një bashkëpunim krejt tjetër me shoqërinë civile? Absolutisht. Do t'i ftoni në takim? Absolutisht, që do t'i ftoj edhe në vetë takimet që kam mbajtur në kuadër të komisionit për çështje normative, ku krahas komisioneve tjera që kam udhëheq në kuadër të Këshillit Prokurorial, sepse gjatë kohës sa nuk kam qenë kryesues, unë përveç këtij komisioni kam udhëheq edhe komisionin për mbikëqyrjen e lëndëve të korrupsionit dhe krimeve ekonomike, pastaj kam qenë edhe antar në komisionin për avancim dhe transfer. Pra, pastaj edhe kryesues i komisionit i grupit punues për mbikëqyrjen e planit strategjik të KPK-s, në të gjitha këto aktivitete që kam zhvilluar, gjithmonë kam ftuar pra partnerët tanë ndërkombëtar, përfaqësues të shoqërisë civile që t'i ndjekin nga afër punët që i kemi kryer në kuadër të këtyre aktiviteteve brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës. Prandaj ky bashkëpunim do të vazhdoj edhe do të thellohet edhe me tutje. Gjithmonë po flas në pjesën që do të thotë na lejon ligji, na lejon rregulloret, sepse ka çështje që trajtohen brenda Këshillit Prokurorial në të cilat mediat nuk mund të marrin pjesë. Tu po flas për çështjet pra disiplinore, çështjet e performancës dhe natyrisht që në ato çështje na ndalon ligji, na ndalon rregulloria dhe nuk mundemi që t'i bëjmë gjitha ato pra në pranitë të mediave. E përmendet që keni qenë edhe kryetari i këtij komisionit që i keni mbikëqyrë rastet e korrupsionit dhe krimeve ekonomike. Duke qenë nga kjo perspektivë, pra, cilat janë problemet që i kanë prokurorët e që nuk po arrin që të kenë rezultate të pritura në luftimin e korrupsionit, sidomos të profilit të lartë? Çka po ndodh me këto aktakuza që nuk po kalojnë në gjykatë dhe po bijnë edhe në faza të hershme? Gjyqtarët po thonë që në vlerësimin e tyre shumica e hetimeve që bëhen nga ana e prokurorëve në këto raste të korrupsionit më shumë janë hetime që i takojnë pra fushës administrative sesa që i takojnë fushës penale dhe po mungojnë provat e prekshme që ato të provohen në gjykatë dhe që të ketë dënime meritore. Luftimi i korrupsionit nuk është sfidë vetëm për sistemin prokurorial, vetëm për Kosovën, është sfidë edhe për vendet e zhvilluara. Korrupsioni ekziston në çdo vend të botës, është prezent edhe në Kosovë. Është mënyra se si qasemi, do të thotë kësaj teme.
Unë kam një përvojë të mirë, për shkak se mbi 4 vite, gati afër 5 vite, kam trajtuar vetëm lëndët e korrupsionit. Në kuadër të njësitit për luftimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion, që është njësit i posaçëm në kuadër të prokurisë themelore të Prishtinës. Ky njësit është themeluar qysh nga viti 2016, kur Këshilli Prokurorial i Kosovës ka pasur edhe një strategji që ka nxjerrë për luftimin e kësaj dukurie. Nuk mund them që ka munguar ndjekja penale tek lëndët e korrupsionit, për shkak se kemi mjaft aktakuza, do të thotë edhe të profilit të lartë, natyrisht që ka probleme aty dhe nuk jemi të kënaqur me gjithë këtë punë, sepse konsideroj se mund të bëhet edhe shumë më tepër dhe natyrisht që do të përkushtohemi në kuadër të Këshillit që të bëjmë më tepër në këtë aspekt. Por ajo çfarë ka munguar në gjithë këtë luftë kundër korrupsionit është pikërisht që këto raste të përfundojnë me aktgjykime meritore të formës së prerë. E kam thënë edhe në një nga takimet që kemi mbajtur së bashku edhe me anëtarët e Këshillit Gjyqësor dhe me aktorët të tjerë që kanë qenë të përfshirë në këtë proces, nëse më kujtohet saktë gjatë javës kundër korrupsionit që është organizuar nga Betimi për Drejtësi, që nuk mjafton që të kemi një kallëzim penal të mirë. Duhet të ketë një hetim të mirë, duhet të ketë një aktakuzë të mirë që bazohet në prova dhe fakte që dikush ka kryer një vepër penale, por nuk mjafton edhe kjo aktakuzë e mirë, sepse duhet të kemi një aktgjykim meritor nga ana e gjykatës së shkallës së parë, dhe nuk mjafton edhe ky aktgjykim. Duhet të kemi pastaj një konfirmim nga gjykata e apelit, sepse na kemi pas shumë raste që kanë përfunduar me aktgjykim dënues në shkallë të parë, por pastaj të njëjtat kanë përfunduar me aktgjykim lirues në shkallë të dytë. Duhet të kemi po ashtu një vendim meritor nga Gjykata Supreme e Kosovës nëse një rast i tillë do të përfundojë pra me mjetet e jashtëzakonshme në Gjykatën Supreme të Kosovës. Keni parasysh se ka mjaft raste që kanë përfunduar me aktgjykim lirues, po të njëjtat me kërkesë të prokurorëve të zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit janë dërguar deri në Gjykatë Supreme me kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë dhe të njëjtat raste pra janë fituar nga ana e ZKPSH-s, ku pikërisht Gjykata Supreme janë mbi 10 raste të tilla, ku Gjykata Supreme ka konstatuar se ligji është shkel në favor të akuzuarit. Kjo sipas ligjit të vjetër, vetëm ka konstatuar shkeljen, pra dhe nuk ka mundur që të marrë asnjë veprim për dallim nga ligji që është pra tani aktual. Prokurorët sa i përket lëndëve të korrupsionit, keni parasysh që standardet për ngritjen e aktakuzave, për hetimin, ndjekjen dhe ngritjen e aktakuzave që ka parapa kodi i procedurës penale nga neni 234, 235 janë të njëjta për të gjitha veprat penale. Nuk mund të aplikojnë standarde tjera kur kemi të bëjmë me lëndë të korrupsionit përveç atyre që ka përcaktuar kodi i procedurës. Prandaj janë këto standarde që janë ndjekë të njëjtat. Ajo që ka shqetësues është fakti se gjithmonë është një pyetje që kam parashtruar dhe po parashtroj edhe tani. Si ka mundësi që të njëjtit prokuror që ngrisin aktakuzat e lëndëve të korrupsionit nuk përformoj njëjtë në të gjitha aktakuza tjera në raport me lëndë të korrupsionit. Pra, prokurorët për të gjitha aktakuza tjera arrin që të kalojnë në disa raste edhe mbi 90%. Kjo është shkalla e kalueshmërisë së aktakuzave në nivel të Kosovës, ndërsa vetëm të lëndët e korrupsionit deri më tani kemi pas një kalueshmëri prej 50%. Pra, për të gjitha lëndët tjera pa problem kalojnë nëpër gjykata, por lëndët e korrupsionit ngecin. Mendoj se këtu duhet më tepër një bashkërëndim ndërinstitucional, sepse ne kemi një komision të tillë para përmbikëqyrjen e lëndëve të korrupsionit dhe krimeve ekonomike, dhe po ashtu edhe gjykata me sa diun e Këshillit Gjyqësor ka një komision të tillë që bën mbikëqyrjen e këtyre lëndëve, do të duhej që të kishte një bashkërëndim midis këtyre dy komisioneve për të pasur se cilat janë defektet. Dhe nëse problemet qëndrojnë në anën e prokurisë, atëherë ato duhet të eliminohen si të tilla, pra të korrektohen në të ardhmen në mënyrë që lufta kundër korrupsionit të bëhet në mënyrë meritore, sepse sundimi i ligjit pikërisht motet tek veprat penale të korrupsionit në raport me vepra tjera. Dhe kjo është ajo që e ngrit apo ul më së shumti besimin edhe në gjyqësor. E that pak më parë hetimet penale. Është e vërtetë që shpeshherë kam dëgjuar në tërezat e rrumbullakta që kemi pasur
në grupet punuese edhe me gjyqtar, që shumica prej tyre janë çështje, do thotë, hetime administrative. Keni parasysh se shumë lëndë, me qenë se vije nga ajo fushë dhe për një kohë të gjatë kam bo hetime të tilla penale, shumica këtyre hetimeve administrative, që mund të fillojnë për shembull nga Agjensioni Antikorrupsion, që mund të fillojnë nga dogonat, nga ATK-ja, të gjitha këto fillojnë si hetime administrative, por në fund përfundojnë si hetime penale dhe përfundojnë në një akt akuzë, pra mirë të ndërtuar me prova dhe si të tilla dërgohen deri në gjykatë. Prandaj jo çdo hetim administrativ duhet të mbyllet vetëm në pjesën administrative, sepse në rastet kur një hetim e tillë të çon tek një vepër penale, natyrisht që duhet kalojë nga hetimi administrativ në një çështje penale për të trajtuar pastaj brenda prokurisë dhe brenda gjykatës.